Një problematik që kërkon ndërhyrje është evidentuar në rreth rrotullimin e plugut në aksin kombëtar Rrogozhin-Lushnjë-Fier. Edhe pse më herët u investua për ndriçimin e këtij segmenti rrugor, prej disa ditësh sistemi i ndriçimit nuk funksionon. Gjatë natës shtyllat e ndriçimit mbeten të fikura, ndërsa drejtuesit e mjeteve orientohen vetëm nga dritat e automjeteve, duke ulur ndjeshëm sigurinë në një nga nyjet më të rëndësishme të qarkullimit rrugor. Sipas pamjeve të siguruara nga televizioni Apollon, llampat e ndriçimit rezultojnë jashtë funksionit, ndërsa deri më tani nuk është ndërhyrë për riparimin e tyre. Në terren duket vetëm infrastruktura e ndriçimit, por jo funksioni për të cilin është ndërtuar. Banorët dhe përdoruesit e përditshëm të këtij aksi kërkojnë rikthimin sa më parë të ndriçimit, duke theksuar se bëhet fjalë për një pikë me qarkullim të dendur, ku kalojnë çdo ditë qindra automjete. Mos funksionimi i ndriçimit jo vetëm që vështirëson orientimin, por rrit edhe rrezikun për aksidente, sidomos në kushte me shikueshmëri të kufizuar. Apeli shkon për institucionet përgjegjëse dhe kompaninë që kanë në mirëmbajtje këtë aks rrugor që të marrë masat për rikthimin e ndriçimit sa më shpejt. Funksionimi i tij është domosdoshëm për sigurinë e drejtuesve të mjeteve dhe për parandalimin e aksidenteve, veçanërisht gjatë orëve të natës.